Komisioni për Reformës Zgjedhore ka nisur këtë të martë punimet. Bashkëkryetari i komisionit, Oerd Bylykbashi, është shprehur se ajo që u evidentua në raportin e OSBE-ODIHR nuk mund të relativizohet. Sot jemi në hapjen e punimeve të një prej komisioneve të rëndësishme, i cili ka dorë të bëjë një punë shumë të mirë, ashtu siç ka edhe mundësinë që në varësi të asaj që do të jetë klima me cilën parlamenti do të trajtoj objektivat prioritar, mundet mos prodhoj atë që presin shqiptarët. Nuk mund të relativizojmë si një histori të thjeshtë atë që ka ndodhur në zgjedhje dhe ajo që prodhon nevojën për reformë zgjedhore. Shumë kush bën pyetjen pse duhet kemi reformë zgjedhore pas çdo palëzgjedhjesh. Arsyeja është lexohet në raportin e ODIHR-it. Arsyeja lexohet në raportet e ODIHR-it. Për fatin e keq, ne vazhdojmë dhe shohim një përkeqësim dramatik nga një raport në tjetrin. Dhe raporti vitit 2025 mund të krahasohet me raportin e vitit 2001 në shkallën, në gjerësinë, në thellësinë e problemit. Është një raport i cili si rrallë më parë ka një detaj të jashtëzakonshëm për sa i përket shkeljeve dhe dhunimit jo thjesht kodit zgjedhor, por edhe çdo lloj standardi dhe praktike të mirë zgjedhore. Nga ana tjetër, Ulsi Manja tha se janë të gatshëm të adresojnë në kodin zgjedhor rekomandimet e OSBE-ODIHR. Më tej sugjeroi se duhet të hiqet opsioni për zgjatjen e punimeve të komisionit, pasi sipas tij çdo ndryshim zgjedhor duhet të përfundojë brenda 9 muajve. Ky është, mendoj unë, vendi i duhur, komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore për t'i adresuar këto probleme. Nuk shoh vend tjetër ku mund t'i diskutojmë këto gjëra, por ama duhet t'i diskutojmë për gjatë këtyre 9 muajve që na ka mandatuar Kuvendi i Shqipërisë. Ne jemi të gatshëm. Çfarë thot raporti OSBE-ODIHR-it? Që i ka lënë rekomandime aty, dhe janë çështje që kanë të bëjnë me mirë administrimin e procesit zgjedhor, pse të mos i adresojmë. Pastaj këto çështje tjera, jo ndryshime kushtetuese, jo koalicionet, jo tjetra, janë në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë ato, atje. Sigurisht kushtetuta është ligji themeltar i shtetit dhe kërkon një majorancë tjetër numrash për t'u prekur. Sugjeroj që të ecet me shpejtësi me punën e këtij komisioni, edhe me ekspertët që do merren, që u lihen afatet përcaktuara për detyrat që do marrin. Zgjedhjet që kemi të radhës janë zgjedhjet vendore që janë në pranverën e vitit 2027. Dhe që nëse do t'i adresojmë në kohë këto ndryshime, kodi zgjedhor pastaj duhet që të paktën 6 muaj përpara ditës zgjedhjeve, këto ndryshime do duhet të jenë të adresuara që të njihen edhe zgjedhësit me ndryshimet që kemi bërë. Damian Gjiknuri, bashkëkryetar në komision, tha se edhe kur opozita nuk ka qenë pjesë e kuvendit, janë gjetur mënyrat e bashkëpunimit. Ai deklaroi se interesi është që të jetë një komision pune dhe të dalë me një produkt. Ne na intereson që ky komision të jetë një komision pune për të dalë me një produkt. Ne e thash dhe në të kaluarën kemi arritur shumë gjëra së bashku. Edhe në kohë shumë vështira, kur opozita ishte jashtë i kuvendit, kur opozita ishte duke protestuar, ne kemi gjetur mënyra të bashkëpunojmë dhe të vim me një paket të plot ligjore. U bëj thirrje të gjithë anëtarëve të kuvendit cilët nuk kanë marrë pjesë, pra ata që u takon të jenë si pjesë e komisionit, qoftë në rolin e anëtarit pa drejtë vote, të marrin pjesë, të vinë, të kontribuojnë, mos ta zhvillojnë debatin jashtë kësaj salle, debati vërtet do të zhvillohet në këtë sallë. Gjiknuri theksoi se me rëndësi është gjetja e një konsensusi mes palëve, duke udhëhequr nga parimet e OSBE-ODIHR.